Policia e Tiranës ka vënë pranga 41 vjeçarin Ylli Murati, i shpadur më herët në kërkim për plagosje të dy fish pas një operacioni të zhvilluar në kryeqytet. Sipas njoftimit zyrtar, arrestimi është kryer në rrugën Minepeza, ku Murati por qarkullonte me automjet. Gjatë kontrollit fizik dhe të mjetit, shërbimet e policisë kanë sekuestruar një armë zjarri, pistolet, një krër me fishek, 10 fishek të kalibrave të ndryshëm, një armë të ftohtë, si dhe një sasi lënde të dyshuar narkotike kokainë. Ngjarja me të cilën ai ishte në kërkim ka ndodhur në 2 qershor pranurës së Paskuqanit. U dyshohet se 41 vjeçari ka plagosur me thik 2 persona gjatë një konflikti të çastit. Burimet policore bëjnë me dije se Murati ishte mbajtur në vëzhgim edhe më herët si i dyshuar për përfshirjen në shpërndarjen e lëndëve narkotike kryesisht në zonën e Don Boskos. Sipas të njëjtave burime, ai rezulton të jetë vëllai i Fation Muratit, një emër i njohur për organet e drejtësisë për vepra të rënda penale dhe i mbijetuar i disa atentateve, një prej të cilëve në zonën e Don Boskos ku humbi jetën një kamariere. Hetimet për rastin vijojnë, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për veprimet mëtejshme.